100 dit na duhen, jo për pushtetin tim kur, absolutisht, por 100 dit na duhen për të firmos bashku një kthes vendimtare në këtë rëje të madhe që kemi. Na duhen vetëm 100 dit që nënat babalarë, gjyshe dhe gjyshit tonë të mos numërojnë më kafshatën, por të shpërblehen, të marrin një pension minimal kur më të ullë se 200 euro. Sot 570.000 kanë pension dë 172 euro. Na duhen që rrogultet të mos marrin kur rroga ndën 500 euro. Që të mos paguani me energjin mbi 7 lek kilovatin. Që naftën të mos e blini më kur në shtretë se Macedonia. Na duhen. Na duhen 100 dit që ju në farmacit tuaja të mos blini kur me ilaçe kalpe, po vetëm ilaçe që shiten në dy vendet Bashkimit Evropian. Na duhen 100 dit të dashur kolçare dhe kolçar, që ju për fëmijët tuaj, për veten tuaj, për prindrit tuaj, të moshurit tuaj, të keni atë listë rimbursimi ilaçesh që ka sot Republika Italiane për qytetarët e vet. Na duhen 100 dit që të mos mungoj me asnjë ilaç në spitalet tona për smur të rënd. Na duhen 100 dit që ti biznismen i vogël të mos e blesh me energjin 18 lek, por ta blesh 6 lek. Të blesh ujnë me tarif të përgjysmuar, të paguash sipërfaqen publike 5 herë më lirë, ti ndërtuos të paguash për ndërtimin taksa 10 herë më të ulta. Jo të llogaritura për çmimin e shitjes, por me preventimin. 100 dit na duhen që të vendosim taksën e shesh 10% dhe çdo biznismen dhe çdo i punësuar me rrogë mbi 500 euro do paguaj 10% dhe 13% do i mbetet atij. Do i rritet rroga 13%, do i rriten të ardhurat 13%. Në 100 dit na duhen për të ulë të vëshër në 15%. Pra, për të krijuar krejtësisht një hapësirë tjetër, shpresë dhe besimi për Korçën dhe Shqipërisë dhe Shqipërinë tek qytetarët. 100 dit na duhen që fermerët e Korçës të kenë të njëjtat subvencione, absolutisht të njëjta me fermerët e Maqedonisë. Të keni të njëjtat subvencione